të rejën të mos të rejë i dyti, e kom zonë i pare, apo kjo është i zonë. O dhe, banorët e xhenetit nuk kanë kësaj pretendimesh. Nuk ka probleme atje në fund. A ka mundësi t'ja vlerësh gjëve? A ka mundësi të bëhesh i shembull më i miri ndër njerëzit? A ke testu vetën? Testoje, shif, çfarë thonë, si e, çka ke bënë, sa vota kanë. Provoje, fshetësia atje. Ke shok, ke mik, ke vëllezër, ku do që t'jesh, ke punë atje, shif, sa vota kanë. Sa të dalin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë numër ka ullë shumë. Ka thonë nëse ati të dalin 3 veta dëshmojnë për mirë për ty, jep xhenet. Inshallah dëshmojnë dhe për ne. Për ty nuk e di, po inshallah edhe ty Allahu na fal, na mëshiro dhe na i pastro zemrën, na bot dashur për një me tjetër. Allahu ja Rabbi na vajt me ti. Amin. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نلوس me salavat e shërif që ti pranoj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ta mëshiroj atë sikur mëshiroi Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit alaihi salam. Ti japi bereket atij sikur i dha familjes Ibrahimit alaihi salam. Po e lësë Zotin edhe për ne që t'na japi bereket. Po Allah, na mëshiro dhe na begatoj ya Rabbil Alamin. Mos ta ndaj prej imanit, prej besimit ya Rabbil Alamin. Mos ta ndaj nga veprat e mira ya Rabbil Alamin. Mos ta ndaj nga namazi ya Rabbil Alamin. Po Allah, mos ta ndaj nga çdo vepër që na afron tek te dhe na largon nga çdo keqje ya Rabbil Alamin. O i madh Allah, ne këtë ditë xhumajes bashkë me këtë xhamat lutem na fal dhe i shih bereqetshëm ya Rabbil Alamin. Për ne, për trupat tonë, për familjet tona, për banesat tona, për qytetin tonë, për bimet tona që i kemi mirë, o Allah, na fal një shira me ya Rabbil Alamin. Se kërkojmë për tjetër, se ti ke fuqinë dhe kuvetin për diçka, ya Rabbil Alamin. O i madh Allah, gjithë ne, na afro tek madhëria jote ya Rabbil Alamin. Na uzoni gjithçka që fitojmë me sin tonë ya Rabbil Alamin. O Allah, na mbaj me iman ya Rabbil Alamin. O Allah, të lutem, për gjithë ato që e moshë vjetër lehtësoje ya Rabbil Alamin. Vazhdoje jetën me iman, me besim. O Allah, të lutem për gjithë ato që vend pa punë, punësoje ya Rabbil Alamin. I jepo punë halal ya Rabbil Alamin. O Allah, të gjithë ato që vend të smunë shkëroj, kthejnë jetën më të mirë që kanë qenë ya Rabbil Alamin. O i madh Allah, na afro tek madhëria jote, të lutem për gjithë ato djemtë dhe vajza të xhamatit tonë. Besimtarë dhe besimtarë që jenë pa martohë ya Rabbil Alamin. Jepu fat hajrit ya Rabbil Alamin, bashkët të hajrit. O Allah, të lutem dhe për gjithë të dashurit tonë kudo që jenë sot në përbërë, mëshiroje. Largoje qafirat ya Rabbil Alamin. O Allah, të gjithë besimtarët, vëllezërit tonë besimtarë, kudo që jenë në përbërë, mëshiroje, mbroj, siguroj. Largoje qafirat ya Rabbil Alamin. Mposhti qafirat ya Rabbil Alamin. O Allah, të lutem edhe për gjithë të dashur, besimtarë dhe besimtare, të cilët kanë kaluar për kësaj jete. O Allah, jepu xhenetin e lartë ya Rabbil Alamin. Të lutem dhe për gjithë ne që jemi këtu, pjesëtarë të familjeve tona, sigur na afrohen, na bashkohen në këtë ditë xumaje, na bashkohen në xhenetet e larta ya Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Allah, ne vetëm ty të përulemi, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmën ya Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah.